Mëngjesi kësaj të diele ka nisur me një ngjarje të rëndë në rrugë. Në aksin rrugor Berat Dimal në fshatin Ollak, shtetasi GSH 34 vjeç, banues në Kuçov duke drejtuar automjetin tip BMW, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe përpasoj ka dalë nga rruga. Mësohet se pas marrjes së njoftimit forcat e emergjencës i gjetën me shenja jete, ndërsa për t'i nxjerrë nga mjeti janë detyruar të presin pjesë të makinës. Për shkak të plagëve të rënda, 33 vjeçari LL banues në Kuçov nuk mundi të mbijetoj. Për ngjarjen policia thotë se ka shoqëruar drejtuesin e makinës. Java e shkuar ka sjellë një numër të lartë të aksidenteve fatale. Ngjarja më e rëndë është ajo e ndodhur në aksin Fushë Kryevor. 4 të rinj humbën jetën pasi makina e tyre u përplas me një betonire, si pasojë mjeti shpërtheu në flak. Në aksin Klos Burrel mbrëmjen e së premtes, një automjet tip furgon ka dalë nga rruga dhe përplasi një fëmijë të mitur. 4 vjeçari u transportua në spitalin e traumës në Tiranë, por pa mundur të mbijetojë dëmtimeve. Në të njëjtën ditë në Kukës, një makinë ka përplasur një tricikël e si pasojë ka humbur jetën drejtuesi 51 vjeçar. Të martën një tjetër aksident i rënd në aksin Shkodër-Velipoj në zonën e Bërdicës. Një 25 vjeçar humbi jetën pasi motori me të cilin po udhëtonte është përplasur me një automjet.